këtu janë vetëm spekulime, nuk janë vërteta. Por nuk kemi folur për emra, edhe që më pak për emrin tim. Por kemi folur për dy propozimet aktuale, që janë të lëvizjes vendosje, edhe dje në mëngjes i kam kthyer përgjigje që LDK-ja nuk mund të mbështet një skenar në të cilin të tri kandidaturat, të tri pozicione shtetërore i takojnë një partie politike. Tani shohim gjatë javës së ardhshme për të parë mundësinë e takimeve të tjera. Ka çështë e vërteta, nuk ka zhvillime të tjera, nuk kemi propozuar emër, nuk kemi dhënë asgjë dhe nuk na është kërkuar ende asgjë. Kjo është e vërteta vetme. Dhe mbi këtë vërtet të shohim se si do zhvillohen çështjet tutje. Në këtë fazë, me thënë drejtën, ma tepër jam e interesuar që bëjmë një zgjidhje, nëse ka mundësi, nëse jo të shkojmë në zgjedhje të reja sipas afatit kushtetues. Dhe në këtë fazë jam shumë interesuar, ma tepër se gjithçka tjetër, këtë duhet ta kuptoni, sidomos kur bëhet fjalë për mua, jo i dhonëm pas pozitave, por shumë interesuar të bëj bashkimin e djathtë brenda Lidhjes Demokratike të Kosovës. Ky është misioni im primar sot. Jam takuar me zotin Hamza, kam zhvilluar diskutime për të parë pozicionin e tyre. Zoti Haradinaj ka pasur refuzim takimit, thënë drejtën është qëndrimi i tyre që s'dojnë takohen, po mos tankohen më pas. Sepse takimi është parakusht i diskutimeve normale njerëzore. Si duket zoti Haradinaj ka keq kuptuar mirësinë time për të pasur komunikim, po që zënë mu taku punë e madhe. Jo, s'ka gjasa të vetë propozohemi, sepse çështja e presidentit është çështje konsensuale. Pra du të flasim për parime një herë. Mos e ngatroni, nuk po flasim për akomodime individuale në këtë fazë. Aq më pak për një pozitë kaq të rëndësishme shtetërore, po flasim për interesa ndërpartijake. Pra ka mundësi që partitë të akomodohen brenda një marrëveshje shumë të madhe, nëse jo, atëherë përgatitemi për zgjedhje të reja. Por jo, kjo është politikë personale, ju lutem. Nuk kemi përmend asnjë emër sepse s'kemi ardhur në pozitën që të flasim se presidenti duhet të takojë LDK-s ose jo. Ne kemi harxhuar diku 30 ditë para afat vendimit të gjykatës kushtetuese dhe nuk kemi arritë të gjejmë një president konsensual. Pra, fillimisht duhet të flasim për parime. Pra, si duket ai president, a duhet të ketë marrëveshje mes LDK-s dhe vetëvendosjes së partive tjera për këtë çështje. Nëse ka marrëveshje, atëherë gjendet edhe emri. Pra, nëse mendoni ka kandidat ka mjaft, çdo i dyti qytetar ka qef me qenë president. Po çështja është a kemi kandidat që i ka numrat e mjaftueshëm për të marrë një shumicë, kjo është pyetja. Një herë kemi folur vetëm të pozicionin e presidentit. Kam refuzuar diskutoj më shumë se kaq. Pozicioni i LDK-s është që nuk mund të mbështesim dy kandidaturat aktuale, kaq. Tani po pres dëgjoj se çfarë kanë për të thënë partia që i ka 57 deputet për na treguar se çfarë është pozicioni i tyre, më pas mbi atë pozicion do japim përgjigjen tonë. Por besoj që presidenti i Kosovës duhet të jetë një figurë unifikuese, një figurë që bën mirë politikën e jashtme, që i hap Kosovës dyert në tavolinat kryesore botërore. Besoj që Vjosa Osmani ka qenë një kandidat e shkëlqyeshme për këtë punë.